Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat mbi pjesëmarrje në zgjedhjet e 11 maj deri në orën 15:00. Në rang vendi pjesëmarrja ka arritur në 32.98%, megjithëse 515.996 zgjedhës që kanë votuar, sipas të dhënave qarku i Dibrës kryeson për nga përqindja e pjesëmarrjes me 38.97% të votuesve që kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor deri në këtë orë. Pastaj renditen Kuksi me 37.42% dhe Tirana me 37.22% që mbetet edhe qarku me numrin më të lartë të votuesve në total, plot 160.620 persona. Në skajin tjetër qëndron Vlora, ku pjesëmarrja është më e ulta në vend, me vetëm 23.85% ose 31.439 votues që kanë votuar deri në orën 15:00. Raporti mbi qarqet kryesore, Berat 19.810 votues përkthyer në përqindje 31.84, Durrës 61.753 votues përkthyer në përqindje 30.51, Elbasan 44.593 votues 33.67%, Fier 54.110 votues përkthyer në 33.83%, Gjirokastër 15.793 votues përkthyer në 30.90%, Korçë 51.648 votues 32.61%, Lezhë 16.390 votues 32.04% dhe Shkodër 31.016 votues përkthyer në përqindje 28.61%.